Aleanca për shqiptarët e Zjadin Selës do të vazhdoj të funksionoj si parti e pavarur, jashtë koalicionit Aleanca Kombëtare për Integrim. Kryesia e Aleancës për shqiptarët e Zjadin Selës në mbledhjen e partisë kanë vendosur se kjo parti tani e tutje do të veprojë në mënyrë autonome dhe si grup i pavarur në kuvend, duke ndarë kështu rrugët me koalicionin AKI. Periudhën në vijim, strukturat dhe eksponentët e partisë do të fillojnë me takime jo vetëm të antarëve të partisë, por edhe të gjithë qytetarëve shqiptar, aktorëve, qytetare politik dhe të çdo individi ose organizimi për të forcuar radhët tona dhe për të zhvilluar betejën tonë politike në këto momente shumë të ndjeshme politike për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, thuhet në njoftimin e lëshuar nga Aleanca për shqiptarët e udhëhequr nga Zjadin Sela. Ndërkohë pas shkëputjes së ASH-së së Selës nga AKI kanë reaguar nga koalicioni Vlen. Vlen vlerëson se koalicioni AKI është i ndërtuar pa kauz, pa vizion dhe pa orientim të qartë politik dhe i njëjti sipas Vlenit po hyn në fazën e shpërbërjes. Mos koordinimi i tyre i vazhdueshëm është bërë tashmë modeli dështimit, jo vetëm që nuk arrin të formosojnë një drejtim të përbashkët, por çdo ditë dëshmojnë se ky koalicion ka funksionuar vetëm si streh e interesave të ngushta personale, jo si projekt politik për shqiptarët, vlerësojnë nga Vlen. Ndërkohë i pyetur rreth largimit të partisë së Zjadin Selës nga AKI, deputeti njëherësh sekretari organizativ i BDI-s Blerim Bexheti tha se respektojnë këtë vendim të Zjadin Selës, ndërsa presin që bashkëpunimi i tyre të vazhdojë si opozit. Gjithashtu Bexheti bëri të ditur se bashkëpunimi me partinë e Zjadin Selës do të vazhdojë në të gjitha komunat, në të cilat ka ngaruar si koalicion me lista të përbashkëta.